Kur ne vrapojmë, nuk stërvitet vetëm trupi, por sidomos truri ynë. Çdo hap që hedhim aktivizon zona të veçanta në tru që lidhen me qetësinë, fokusin dhe kontrollin e frikës. Gjatë vrapit, hipofiza, gjendra kryesore rregulluese e hormoneve, nis të çliroj disa nga substancat më të fuqishme natyrore që kemi në trup. E para është dopamina, hormoni i motivimit dhe kënaqësisë. Dopamina na jep ndjenjen se po arrim diçka, rrit vetbesimin dhe na ndihmon të thyejmë mendime negative. Më pas çlirohet serotonina, e cila lidhet me humorin. Kur serotonina rritet, ankthi bie, mendimet e errëta dobësohen dhe ne ndjejmë më shumë qetësi mendore. Një tjetër hormon shumë i rëndësishëm është melatonina, e cila ndikon më shumë në rregullimin e gjumit. Kur vrapojmë rregullisht, trupi fillon të përmirësojë ciklin e gjumit, duke na bërë të flemë më thellë dhe më qetë natën. Vrapi ndikon drejt për drejt edhe te amigdala, pjesa e trurit që kontrollon frikën dhe reagimet primitive. Me kalimin e kohës, vrapi e qetëson amigdalen, duke mësuar trurin se trupi është në kontroll dhe nuk ka rrezik real. Ndaj, çdo herë që vrapon, ti nuk po ikën frikës, por po stërvit trurin të mos i bindet asaj. Vrapi është një formë meditimi në lëvizje, është terapi pa fjalë, është ilaç natyror, falas dhe brenda teje. Ndryshon trupin, çliron mendjen, fiton kontrollin. Kur vrapon, nuk ndryshon vetëm muskujt, ndryshon kimia e gjithë trurit tënd. Trupi yt kalon në një gjendje të re biologjike që është krijuar nga natyra pikërisht për të luftuar stresin, ankthin dhe frikën. Në momentin që fillon të vraposh, trupi aktivizon sistemin nervor simpatik, zemra rreh më fort, mushkrit marrin më shumë oksigjen dhe truri kupton se ti je në lëvizje, jo në rrezik. Në këtë fazë, hipofiza fillon të çlirojë një sër neurotransmetuesish dhe hormonesh të fuqishëm. Së pari çlirohet endorfina, ndryshe e quajtur morfina natyrale e trupit. Ajo të jep ndjenjën e lehtësimit dhe ul ndjeshmërinë ndaj dhimbjes, duke krijuar atë që quhet runner's high, ndjesia e euforisë pas vrapit. Pastaj rritet niveli dopaminës, e cila rregullon motivimin, përqendrimin dhe ndjenjën e arritjes. Sa më shpesh që vrapon, aq më fort bëhet sinjali i trurit që jep mesazh, ti je i aftë. Serotonina vjen më pas, dhe ajo është çelësi i ekuilibrit emocional. Ajo ul ankthin, qetëson mendimet e tepërta dhe të vendos në një gjendje ku frika nuk ka më të njëjtën fuqi. Ndërkohë, me kalimin e kohës, trupi fillon të rregullojë prodhimin e melatoninës, hormonit të gjumit. Kjo bën që netët të bëhen më të qeta, gjumi më i thellë dhe mendja më e çliruar nga tensioni. Por ndryshimi më i madh ndodh në amigdal, qendra e frikës në tru. Kur vrapon rregullisht, truri mëson se stresi mund të menaxhohet. Amigdala bëhet më pak reaktive, nuk shpërthen në alarm për çdo shqetësim të vogël. Në të njëjtën kohë, forcohet korteksi prefrontal, pjesa e trurit që merret në logjikën dhe vetë kontrollin. Ky është balanci. Frika dobësohet, arsyeja forcohet. Pra vrapi nuk është thjesht aktivitet fizik, është një formë rikthimi në versionin origjinal të njeriut, të fortë, të qetë,
të qëndrueshëm. Çdo hap që hedh është një mesazh për trurin tënd. Nuk jam viktim e mendimeve të mia. Jam në kontroll. Dhe me kalimin e ditëve, javëve, muajve, frika fillon të humbas fuqinë e saj. Jo sepse zhduket, por sepse ti bëhesh më i fortë se sa ajo.